Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Ndonjëherë, historia nuk ndryshon vetëm nga ata që bien pra dëshmor në fushën e betejës, por edhe nga ata që mbeten në këmbë për ta mbrojtur të vërtetën. Kerbelaja është dëshmia më e madhe e kësaj. Ajo nuk ishte vetëm një përballje mes dy ushtrive, por një betejë mes së vërtetës dhe padrejtësisë, mes dritës dhe errësirës. Me martirizimin e Imam Husajnit paqja qoftë mbi të, shumë menduan se gjithçka kishte përfunduar. Mirpo, Allahu kishte caktuar që mesazhi i Kerbelas të mos shuhej, por të vazhdonte të jetonte përmes një figure të jashtëzakonshme. Kjo figurë ishte zonja Zainab, paqja qoftë mbi të, e rritur në shtëpinë e shpalljes dhe edukuar nga profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe nga dy prindërit e saj, Imam Aliu dhe Fatima Zahraja, paqja qoftë mbi të. Ajo u përgatit nga Allahu për një mision shumë të madh në jetën e saj. Pas Ashuras, kur shpatat pushuan dhe filloi robëria, nisi dhe misioni i zonjës Zainab, të mbronte të vërtetën, të ruante mesazhin e Imam Husajnit dhe ta bënte Kerbelan një dritë të pashuar për të gjithë brezat. Të dashur vëllezër dhe motra, ju ftoja të ndiqni së bashku surën Ala për ditën e sotme. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Lavdëro emrin e Zotit tënd, më të lartit, që ka krijuar gjithçka dhe ka përpjeshtuar drejt, që ka caktuar fatin e çdo gjëje dhe ja ka rrëfyer asaj rrugën, që bën të rriten kullota dhe pastaj të shndrohen, të vyshken e të thahen. Ne do të bëjmë ty Muhammad sallallahu alaihi wasallam të lexosh shpalljet tona, kështu që nuk e për të harruar, përveç asaj që do Allahu, vërtet, ai e di të dukshme e çka është e fshehtë. Do të ta lehtësojmë ty rrugën e drejtë. Prandaj, këshillo, nëse këshilla do të jetë dobishme, atë do të dëgjoj ai që i friksohet Allahu, e do t'i shmanget vetëm i keqi, i cili do të digjet në zjarrin e madh, ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. I shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vet, që fal namaz. Por, ju përkundrazi, më shumë pa e paraqërqeni jetën e kësaj bote, ndonë se jeta tjetër është më e mirë dhe anshuar. Kjo me të vërtet ndodhet në fletët e lashta, në fletët e Ibrahimit dhe të Musait. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin Trokitje shpirtërore për ditën e sotme, ju ftoja të ndjekim së bashku tashmë temën Fillimi i misionit të zonjës së madhe Zainab. Duke qenë se në javën e ardhshme neve trokasim në 40 ditëshin e muajit Muharram. Ne trokasim në ato ditë të cilat i përkasin familjes së profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe sidomos nipit të profetit Muhammad, Imam Husajnit, paqja qoftë mbi ta. Dhe do doja që nga dita e sotme të flisnim pak për Ehli-Bejtin, të ringjallim ato informacionet që kemi në brendin ton dhe të rifreskojmë mendjen, shpirtin me mënyrën si ato na ka kërkuar që ne të ecim në këtë jetë, sepse ashtu siç ato kanë ecur, ashtu ka ecur dhe profeti Muhammad dhe
profeti dhe ehli bejti kanë bërë vetë se ashtu si ka urdhëruar Allahu xhaleshanhu, Allahu është i kënaqur me ta dhe ne nëse i ndjekim rrugën e tyre, edhe Allahu do të jetë i kënaqur me ne, inshallah. Kur përmendet emri i Kerbelas, mendja jonë shkon menjëherë tek sakrifica e Imam Husajnit paqja qoftë mbi ta, tek trimëria e shokëve të tij dhe tek gjaku i derdhur në shkretëtirën e nxehtë të Irakut. Mirë po, nëse ndalemi vetëm tek dita e Ashuras, atëherë ne kemi parë vetëm gjysmën e historisë. Por çfarë ndodhi pas Ashuras? Çfarë ndodhi me familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam pasi ran dëshmor Imam Husajni paqja qoftë mbi ta? Kerbelaja të dashur vëllezër dhe motra nuk përfundoi me martirizimin e Imam Husajnit. Përkundrazi, aty ajo filloi dhe mori një rrjedh tjetër dhe u hap një kapitull edhe më i madh. Kapitulli që do ta çonte mesazhin e Imam Husajnit në çdo cep të botës. Ky ishte misioni i një gruaje që Allahu e kishte përgatitur gjatë gjithë jetës së saj për një detyrë të jashtëzakonshme. Ajo ishte Zainab bintu Ali, bija e Imam Aliut, paqja qoftë mbi ta, dhe bija e Fatimet Zahra, alayhis salam. Ishte mbesa e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij. Nëse Imam Husajni paqja qoftë mbi ta ishte zëri i së vërtetës në fushën e betejës, zonja madhe Zainab u bë zëri i asaj të vërtete pas betejës së Ashuras. Nëse ai e mbrojti fen me gjakun e tij, zonja madhe Zainab e mbrojti atë me fjalën, durimin dhe guximin e saj në tokat e të këqijve në atë kohë. Kur Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, mos mendoni se ata që janë vrarë në rrugën e Allahut janë të vdekur. Përkundrazi, ata janë të gjallë tek Zoti i tyre dhe furnizohen. Ajeti 169 i sures Ali Imran. Ky ajet na mëson vetëm për pozitën e dëshmorëve. Ky ajet nuk na mëson vetëm për pozitën e dëshmorëve, por na mëson edhe për faktin se mesazhi i tyre kurse si nuk vdes. Gjaku mund të thahet mbi tokë, por e vërteta vazhdon të jetojë përmes atyre që Allahu zgjedh që ta mbrojnë këtë të vërtetë. Pas Ashuras, Allahu zgjodhi zonjën e madhe Zainab që ta mbante gjallë mesazhin e Zotit të gjithësisë. Në të vërtetë, misioni i saj nuk filloi në ditën kur robërua. Ai kishte filluar me këtë mision shumë vite më parë në shtëpinë ku zbriste shpallën hyjnore. Zonja Zainab nuk u rrit si çdo vajzë tjetër. Ajo hapi syt në prehrin e Fatimes Zahras, dëgjoi zërin e gjyshit të saj profetit Muhammed dhe mësoi nga drejtësia e babait të saj, Imam Aliu paqja qoftë mbi ta. Dhe ajo pa me sytë e saj të gjitha sprovat që kaloi familja e profetit Muhammed. Çdo ngjarje që ajo përjetoi ishte një shkollë hyjnore që e përgatiste edhe më shumë për ditën më të vështirë të jetës së saj. Transmetohet se kur lindi zonja Zainab, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e mori në krah dhe lotët i rrëshqitnin në fytyrë. Kur e pyetën për arsyeën e lotëve, ai tregoi se kjo vajzë do të përballej me sprova aq të mëdha sa çdo besimtar që do të qante për vuajtjen e saj, do të shpërblehej sikur të kishte qarë për Imam Hasanin dhe Imam Husajnin, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Kjo nuk ishte thjesht një paralajmërim, por ishte një dëshmi se Allahu kishte zgjedhur një rol të veçantë për zonjën e madhe Zainab. Ditët kalonin dhe zonja Zainab rritej pranë njerëzve më të përsosur të sipërfaqes toksore. Ajo nuk mësoi vetëm si të falej ose të lexonte Kur'anin ose vetëm të adhuronte Allahun. Ajo mësoi si të jetonte me dinjitet, të jetonte me Allahun dhe nëse do të ishte e nevojshme, si të sakrifikonte gjithçka për rrugën e Zotit të gjithësisë. Ajo pas sulmin ndaj shtëpisë nënës së saj, pa lotët e Fatimes Zahras, paqja qoftë mbi ta, pa padrejtësinë që ju bë babait të saj Imam Aliut, përjetoi helmimin e vëllait të saj Imam Hasanit, dhe në fund erdhi dita kur vëllai i saj Imam Husajni vendosi të largohej nga Medina. A ishte ky një udhëtim i zakonshëm? As pak. Zonja Zainab e dinte se përpara tyre ishte një rrugë pa kthim. Ajo e dinte se po shkonte drejt një sprove që nuk ishte njohur historia islame. Megjithatë, kur nuk ankua, kur nuk kërkoi të qëndronte pas dhe nuk e la vetëm imamin e kohës së saj. Ajo e kuptonte se bindja ndaj imamit ishte bindja ndaj Zotit të gjithësisë.
Kur karvani arriti në Kerbela, filluan ditët e provës. Çdo ditë shihte se si rrethi ngushtohej, se si ushtria e armikut shtohej dhe si uji ndalohej për fëmijët e familjes së profetit. Por ajo nuk e humbi kurrë besimin në Zotin e të veta. Ajo u bë mbështetja shpirtërore e grave dhe fëmijëve. Kur fëmijët qanin nga etja, zonja Zejnab ishte ajo që i qetësonte ata. Kur zemrat ndridheshin nga frika, ishte ajo që ua kujtonte premtimin e Allahut të atyre. Dhe erdhi dita e Ashuras. Një nga një ran shokët e Imam Huseinit paqja qoftë mbi ta. Më pas ran bijt, nipërit dhe të gjitha afërmit. Çdo herë që një dëshmor binte, zonja e madhe Zejnab e shikonte me zemër të soptuar, por nuk dëgjohej prej saj asnjë fjalë që të tregonte dobësi përballë armikut. Kur edhe Imam Huseini ra dëshmor, duke sikur gjithçka kishte marrë fund. Në sytë e ushtrisë së Jezidit, betejë kishte përfunduar dhe se Islami i vërtet ishte shuar. Kështu mendonin ignorantët e ushtrisë jezide. Por Allahu kishte një plan tjetër. Në atë çast, kur shpata pushoi së foluri, Allahu bëri që të fliste gjuha e zonjës së madhe Zejnab. Pikërisht aty filloi dhe misioni i saj. Nëse deri atëherë detyra e saj ishte të qëndronte mbështetëse për imamin, tani ajo do të bëhej mbrojtësja e mesazhet e Imam Huseinit paqja qoftë mbi ta. Imam Sejjadi paqja qoftë mbi të, duke folur për hallën e tij, ka thënë: "Ti je, o halla ime, një dietare pa pasur nevojë që dikush të mësoj, dhe një e urtë pa pasur nevojë për një mësues." Këto fjalë tregojnë se dituria e zonjës Zejnab nuk ishte e zakonshme. Allahu e kishte pajisur atë me një utësi të jashtëzakonshme, sepse ajo do të përballej me tiranët më të mëdhenj të kohës së saj. Kur tendat u dogjën dhe gratë e fëmijët u morën robër, ajo nuk mendoi për vete. Mendimi i saj i parë ishte të mbronte Imam Sejjadin, sepse ai ishte imami i kohës dhe vazhdimësia e udhëzimit hynor. Sa herë që ushtarët tentonin të dëmtonin Imam Sejjadin, zonja e Zejnab dilte përpara duke rrezikuar jetën e saj për të mbrojtur nipin, pra djalin e Imam Huseinit, Imam Sejjadin paqja qoftë mbi ta. Dhe më pas filloi dhe udhëtimi i robërisë. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, kur thash në fillim që ne dim gjysmën e historisë nëse bazohemi vetëm çfarë ka ndodhur në Ashura, ka qenë e vërtetë sepse historia nuk mbaroi me martirizimin e Imam Huseinit. Aty filloi një epokë e re, një kapitull i ri dhe një mësim për të gjithë brezat që rruga e Imam Huseinit kurse si nuk do të shuhet. Nga Kerbelaja në Kufe e më pas në Sham, armiku mendonte se po shëtiste robër lufte. Në të vërtetë, ai po shëtiste njerëzit që do ta rrëzonin propagandën e tij. Kur karvani hyni në Kufe, njerëzit dolën në rrugë. Ata ishin ashtruar nga propaganda dhe pushteti dhe mendonin se po shikonin një grup rebelash. Pikërisht atëherë, zonja Zejnab u ngrit dhe mbajti një fjalim që tronditi njerëzit dhe zemrat e tyre. Historianët shkruajnë se sapo ajo filloi të fliste, qyteti u mbulua nga heshtja. Duke sikur zëri i Imam Aliut po dëgjohej përsëri. Ajo ua kujtoi tradhtin, ua kujtoi letrat që i kishin dërguar Imam Huseinit, ua kujtoi përgjegjësinë që kishin para Zotit një vetë vetan. Lotët mbushën sytë të gjithë njerëzve të pranishëm, por ajo u tha se lotët nuk mjaftonin, sepse ata vetë kishin hapur rrugën e kësaj tragjedie. Misioni i saj nuk përfundoi aty. Kur u dërgua përpara Ibn Ziyadit, ai, duke menduar se kishte fituar, e pyeti me përçmim: "Si e pe veprën e Allahut ndaj familjes sënde?" Dhe çdo njeri tjetër do të ishte thyer nga dhimbja, por zonja e madhe Zejnab si u përgjigj, i tha me qetësinë e besimit se nuk pash veç se bukuri. Kjo fjali nuk ishte një emocion i çastit, ajo ishte kulmi i njohjes së Allahut xhaleshanhu. Bukuria që pa zonja Zejnab nuk ishte gjaku, nuk ishte robëria dhe as dhimbja. Por bukuria ishte bindja e plot ndaj vullnetit të Allahut dhe fitoria e së vërtetës mbi të pavërteta. Kur karvani arriti në pallatin e Jezidit, ai mendonte gjithashtu se tashmë kishte shuar emrin e Imam Huseinit, mirëpo, Allahu deshi që pikërisht në pallatin e tij të shpallej disfata e tij morale. Zonja e madhe Zejnab u ngrit para gjithë oborrit mbretëror dhe tha fjalët që historia kurse si nuk do të harroj.
Fjalët e zonjës së madhe Zainab në oborrin e pallatit të Jezidit ishin si poshtë. Bëj çfarë të duash, përpiqu sa të mundesh dhe përdor çdo mashtrim që ke në dorë. Pashallahun, nuk do ta shuash kur kujtimin tonë, nuk do ta zhdukësh shpalljen tonë dhe nuk do ta arrish kur qëllimin tënd. Sa e vërtet doli fjala e kësaj zonja. Sot, pas më shumë se 14 shekujsh, miliona besimtarë mblidhen çdo vit për të përkujtuar Imam Husejnin, ndërsa emri i Jezidit përmendet vetëm si simbol i padrejtësisë dhe i tiranisë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Xhihadi më i mirë është të thuash fjalën e së vërtetës përballë një sundimtari tiranë." Nëse dikush e mishëroi plotësisht këtë hadith, ishte zonja Zainab. Ajo nuk ishte ushtri, nuk ishte pasuri, dhe kurse nuk ishte armë, por e vetmja forcë që ajo zotëronte ishte besimi i saj në Zotin një dhe të vetëm, dhe bindja se e vërteta nuk mposhtet kurrë. Sot, kur kujtojmë fillimin e misionit të saj, nuk kujtojmë vetëm një grua të pikolluar për humbjen e vëllait. Kujtojmë një personalitet që ndryshoi në tërësi rrjedhën e historisë. Nëse zonja Zainab do të kishte heshtur, ndoshta Kerbelaja do të ishte paraqitur nga pushteti si një kryengritje e zakonshme. Por ajo nuk zgjodhi të heshtë. Ajo e shndroi robërinë në tribun, zinxhirët në krenari dhe dhimbjen e saj në argument. Prandaj dietarët e të gjithë medhhebeve kanë thënë me të drejtë se Ashuraja u mbrojt me gjakun e Imam Husejnit dhe mbeti lodhia e Kerbelas e gjallë me fjalët e zonjës së madhe Zainab. Të dashur vëllezër dhe motra, duke ju uruar që Allahu xhaleshanhu të na mbarsoj, të na jap më të mirat dhe mbi të gjitha të na forcoj besimin ton në këtë rrugë dhe të na bëj prej atyre të cilat fitojnë ndërmjetësimin e Profetit Muhammed, ehli bejtit të tij të pastër në botën tjetër, dhe të ecim në këtë botë sidomos dhe të bëjmë veprat e mira dhe të adhurojmë Allahun në atë mënyrë siç kanë adhuruar pra Profeti Muhammed dhe ehli bejtit të tij pastër dhe i dëmirë, paqja qoftë mbi ta të gjithë. Këto momente të dashur vëllezër dhe motra, do t'ju lënë në mbrojtjen e ndihmën e Allahut xhaleshanhu. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.